Rrëfimi, Eliona ka treguar as sa ka dasht me tregu dhe kush jemi ne ta detyrojmë Elionën të tregoj diçka më shumë realisht. Tani këto dilemat e produksionit ose jo produksionit vajza është mjaftu shumë e rritun dhe me lejen e prindit ka hyrë aty dhe është edhe e rritun, nuk është më adoleshente. Po nuk mundem edhe me kontestu tash dashurinë e familjarëve të nanës e Elionës kundrejt Elionës. Ne nuk i dim rrethanat e plota. Jo, s'pe kontestojmë, për flasim vetëm reagimin e Dajës. 2 statuset të cilat i ka bërë. Një gjatë të rrëfimit, si që tha edhe Eliona, sigurisht një Daj. Para se ballafaqohej dhe pasi u ftua që të reagoj edhe në emision. Dhe zgjodhi prap veten dhe duke vënë balt edhe mbi produksionin. Kjo është e papranueshme. Unë konsideroj që ai ka reaguar në afekt, mandej është dashur me gjetë një mënyrë për kërkim falje, por jo në atë formë, në formë tjetër. Unë konsideroj që më e ndershme kishte qenë që Daja me ardhë dhe me qenë prezent, edhe fjalët çka ka më ia thon vajzës më ia thon ballë në ballë, jo nëpërmjet mediave.